është pa asnjë fije dyshimi tash. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dam gjithë analizë. Shkojna me videon e radhës, Armen Muja edhe Çumshti Vita, Ministri Vojësisë. Kështu që një gazetar, për i thëmë gazetar, se ai gazetar s'mund me konë, sepse gazetar i shitën, mundohet me demantue ministrin me rana, me mashtrime. Mirë po, Armen Muja me fakte, sa i përket Çumshtit Vita. Kështu që miq, shkojmë të ndëgjojmë, lutem, të diskutojmë së bashku, se çfarë ka thonë sot Armen Muja. I trajtojmë objektet e kontrollit. Objektet tona të kontrollit kanë aprovim për aktivitetet të Çumshtit. Dhe pa fije dyshimi tashmë, sepse fillimisht çfarë ka ndodhur është që nuk ka qenë kontestuese fare as nga ata që kanë përdorur vaj palme në produkte që A përsheni miq të dashur, çka jemi në gjendje na si shqiptar, na, nuk po them na, se është fjalë e madhe, po disa oligark me bo vetëm për përfitime personale. Nuk i intereson as muret populli, nuk i intereson a vdes populli, nuk i intereson as sen për popull, vetëm që të ngritet bëhet miliarder. Se mu tashmë milionera janë, po të bëhen miliardera. Ama për popull, zero. U duft 20 vjetë miq të dashur, populli jemi dashur, me pa se kush është opozita. 20 vjetë u duft me avon votën me votue, me shkatru Kosovën, me shkatru popullin e Kosovës, është mjerim. Populli jemi dashur, nuk u zoni me votu dikon që shkatron popullin, që nuk mendon për popullin, nuk mendon për juaj, për ju, për fëmijën e juaj. Pse më dhon votën? Po çfarë arsye? 20 vjet u duft lëvizave të vendosje, moni. Tek që tash, ju në zhu pak për gjumi, po jo halokrit. Sepse Albin Kurti duhet me fitue 70% për me mujt me qitë Kosovën në Terezi. Sepse opozita bashkëpunuese e listës sërbe, që bashkëpunojnë bashkë, se çka po bën lista sërbe po bën opozita, është të merë edhe në komunët me vepru Albin Kurti. Sepse pengojnë, i ka pengesat, sikur ata hujt e betonit që s'dam me shku kërkun me makinë. Po shkojna miq të dëgjojmë, lutem me diskutojmë. Sepse gazetari në produkte, atë basketit, në basketit se ke qenë edhe mran aty. me çfarë leje hi mran aty? Ku i morët atë guxim me hi mrana kur institucionet jenë konë në hetim? Të jetu ata, Çumshtin Vita. Ti si gazetar, kush shtini mrena aty? Po çfarë arsye? Me bo reklama? Me bo dezinformata? E ja pra miq të dashur, ky gazetar tashmonohet me lesë si qeni. Kishë po bëjt diçka. Sepse paguhen nga ta, nga oligarkët. Paguhen nga oligarkët që se intereson fare për popull absolutisht. Sepse tashmo, për lajmëron ministri, që Çumshti Vita më formu, kanë bas, kanë gjetë, vaj palme edhe qumsh plorë. Këto kancerogene për popullin tonë. Shkojnë miq. Nuk ke pas drejt me hi kur bëhet kontroll zyrtar. Ajo ka qenë pengesë e kontrollit zyrtar.
Ja, pra, kjo është ajo që thashëm. Për te fije dyshimit, më leja të informoj qytetarët e Kosovës, Goni. që shtoria vita është konstatu në disa mostra që përmban ka flasu në treg produkte të cilat janë marketuar, tregtuar si qumsht, por në esencë përmbajnë vaj palme dhe në rastet e tjera edhe qumsht plor. Pra, kjo është e tëra. Sa i përket çështjeve të tjera, ju lutem. Oti gazetari shqitën. A pëndëgjën shka thët? Pse po që më plëhen këtë? Plëhen të falma. Apo të kompanisë Vita. Lete kryen ministri, ndëgjoje, deri në fund. Tani, pyte. Po më së mënoti mi tregu ministrit se çka u du me bo. Ajo tash ka qenë temë. E për qa është aty ministri? Për qa ka shku kontrol? Për çka ka mbyllaj firmën? Çfarë gazetari miqtë dashur? Po i gutet vetëm e ditë sa ka pas apo s'ka pas. Që të përgjigje pedon? Përgjigje mur më herët. Po s'pe konvenon. Tash po mënohet me shlajfit. Po mënohet me qitë krifekte. Kishe po thëmë diqka. Se u pagu s'ka qare. Në ka qare mi të dashër. Se paguhet për këtë punaj. Shkone me që? E diskutimit të juj. Raporti i konstaton i 4 mostra, po 5, që po të konstatojnë, edhe ti tash po më thonë mu, nëse dikush bën shkelje dhe të herë, ako mos i që nëse bën veç një herë shkelje, më do këtë pa pak shkels. Të kjo nuk ka logjikti. Kjo s'ka logjik me që. Nuk ka fjalë ma me ven. Ai që i shkel ligjin, si pak, si shumë, po shkel si ligjit. Unë nuk pe kuptoj këtë gazetarët pa shkollë, apo gazetarët qitur, që në ashta shkollën e ka, trafikës, por i shqitën, bi gjitha i shqitën, si gudzon, ku merë këtë gudzim me këndështu në këtë mënyrë, të i di që ministri për i thotë që ka dalë 5 mostra qumshti me vaj palme. Edhe qumsht plerë. Qka po do ma shumë? Qka po do ma shumë, o gazetari shqitën? Mirë të dashër, kjo është e vite për sot, mirë po shumë vizarallës, Zoti rujt,